Fermerët të njësisë maqilar në Bashkinë Dibër thonë se kanë mbetur të zhgënjur nga skema kombëtare e mbështetjes në bujqësi, kur theksohet se marrin mbështetje vetëm 10.000 lekë të vjetra për çdo dynim të punuar. Fermerët e prononcuar për kamerën tonë e konsideruan këtë thjesht një tallje me fshatarët që punojnë tokën, ndaj u shprehen ata nuk na laverdis të bëjmë aplikimin për përfitimin e këtyre subvencioneve. Pasi vetëm vajtjet e ardhjet nga zonat e thella në qendër të bashkisë në Peshkopi për dokumentacionin që kërkohet, u kushton më shtrejt. Unë s'kam marrë asnjëherë, vetëm në kohë Saliberit kam marrë për mbjelljen e qershijave. Edhe tani edhe nas s'kam marrë, askur gjë s'kam marrë. Jenë 1 hektare sa tokë, 1 hektare gjys, nuk kam marrë. 10.000 të vjetra, ku t'ja tregon? Toka ka shku 20.000 lekë, 25.000 lekë frezimi, 25.000 lekë plugimi. Ç'a do bëjmë? Edhe shive, dalim rrugë për shit qeshia, pse nuk jenë politikat mbrapshta, politikat jenë anti-fermer. Po nuk i di, nuk ja vlen. Edhe krapone, duhet të gjaj njeri për të mbledh qeshiat, nuk gjaj dot. Pse nuk vjen kush, më mirë rinë rrugave që ata 3 që jenë gëndej se shumica kanë ikë. Të punon, unë të punoj. Unë vjetë kam dalë pension, mu takati shkon të mra, qa fëqijet e kemë. Në mot jem ma dobët se si mjetë, vitet bëjmë punën e vetë. 10.000 lekë dilim është, nuk e di, është, për mu është absurde. 10 për shtetit, kjo është talje, nuk është njaftoshme. Po qish bëndejo, qish ajo, 10.000 lekë talje është, qish, unë të kam 13 dilim. Ke aplikuar? Aplikuar gjithë ditën, qish, stabilikesh. Të morën kusht mundet. Fermerët Dibran tashmë janë në sezonin e vjellës dhe tregtimit të qeshive, por ankohen se nuk kanë gjetur tregshitje për shkak të kohës së pakët të qëndrueshmërisë së këtij fruti në gjendje të freskët. Ata thonë se dhe vitin e kaluar prodhimi i qeshive edhe mollëve u dëmtua në mas, por nuk kemi marrë asnjë ndihmë për kompensimin e dëmit që na u shkaktua nga bora dhe ngricat.